Maska me qep që nuk ka ngelur njëri pa e provuar, ja receta. Një nga recetat më të mira për flok të shëndetshëm është ajo me qep të kuqe, e cila është e prezantuar dhe nga ekspertët e huaj. Qepët e kuqe janë të pasura me squfur i cili është i rëndësishëm për prodhimin e kolagjenit që i bën flokët tuaj tepër të fuqishëm. Qepët e kuqe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës dhe vetitë e tyre antibakteriale sigurojnë inflamacionin të mbahet larg lëkurës. Merrni 3 deri në 4 qep të kuqe dhe shtrydheni lëngun. Përzieni një luggjelle me mjaltë me lëngun dhe aplikojeni atë në skalpin tuaj të kokës. Lëreni këtë përzierje në kokë për 15 deri në 30 minuta. Më pas lani flokët me ujë duke e mbajtur atë në gjendje edhe për një orë tjetër. Përsëriteni 3 deri në 4 herë në muaj.